Po. Ju rrofshi ju faleminderit që bëheni pjesë e halleve tona. Sa të na shkoj fjala. Te ne s'ke këtë qash para, po për të ulluritur jemi për ujë dhe për rrugë. Që të ullurim, pa kemi plot gjëra që të qajemi. Po, për të ulluritur jemi këtu. Pa ujë, a mund t'jetohet? Pa ujë, pa larë, pa shplarë, kur. Rruga po e po. Qa të themi? Ne po jetojmë mes jetë. Jo në shtet, në këtë shtet. Ne po jetojmë mes jetë. Dhe ata që janë andes kujtojnë më për ne, na kanë edhe në listën e të vdekurve. Po jeni gjallë, edhe ne njërës. Njërës jemi jene. Të paktën këto kryesorën, ujë, rrugë. Po nga do pështrohen në rrugë më, po pse ju lanë? Tashi, Shumë e trisht. shatë të themi. Shumë e trisht. Zëri jonë s'dëgjohet as gjikundi, përveç sa të juve. Ju rrofsh, ju faleminderit që bëheni pjesë dhe kaq kishe. Kjo është situata. Ti vetë si e siguron ujë? Me kafsh. Me kafshë? Bile tashi erdha në fusha, edhe 2 bidona në motor, në lumi. Direkt e mbush e lumi? Në lum edhe bja aty. Po edhe lumi po ju thahet juve. Po, prik tu pri aty. Po, shtim, qa ti bëjmë dhe? Na ngeli deti, pasaj të hidhemi edhe vetë atje në det, Pak sa pamje e kishte kopsita të punë e buronjeve të kuqit. Kishte mbaru punë me ato. E kishte fut gjithë. Rrofsh, ju faleminderit. Se e një munduar 2-3 herë. Kush kërkon aju? Ne do vim derisa kjo rrugë bëhet. Sepse janë ca gjëra, thash, ja kam thënë dhe zotërisë takimi parë, unë nuk do t'i bëj reklama skujt. Po të vërtetën do t'a them. Kryetari juaj pas emisione dhe pas daljeve në media të banorëve që e kanë kritikuar, e kanë shplar, ka reaguar. Reagoi për Velçën, që ka filluar shtrimi, ka reaguar për Treblovën, dhe uroj me shpirt që të reagoj edhe për ju. Po, atë, ku polën larë që e lidhi nga ana ndej. Po, e vërtet. Sepse atë rrugë, ne e kemi ngritur si problem që të lidhet 3 fshatrat. Nuk e dim si mund, po më kujtes kam një këngë të atyre veriorve, kur isha i vogël, që thosh ujtë me bukur nuk paguaj, kur një djalë dur të martuaj, ashtu jemi kazandisnë. Nuk vare që a djalë i tish, pusa musluk na kish, ne s'kemi as musluk as pus. Dhe më është bërë fikë si më kujtojat e së qia. Ja, shu kemi mjellë ne. S'kam keq ku të shkoj. Juve ju ka parë se jeni pak, ju ka parë se votoni kundër ti, a nuk ka interes? Ndofshta edhe kjo mund se duhet kuptoj ore pse këtu nuk ka hedh beton të paktën, beton. Ndofshta edhe kjo mund të jetë. Beton, ato janë ca vende shumë të këqija, aty që mund të riparonte. Po, të paktën ato më të vështira. Nuk mund. Këtë dimër ne do ngelemi brenda fare. Me shirat e parë të vjeshtës, ne do ngelemi brenda. Ajo bëhet edhe si luma ajo pastaj. Se aty do rrjedhë ujë. Do bëhet e pakalueshme. Kështu që. Pra po nuk u vu dorë deri në shtator. Po. Mbas shtatorit është e kotë. Është e kotë. Jo, zovish do t'ila. Shirat e vjeshtës janë të rëmbyshëm. Po deputetit, a i keni folur? Deputetit i kemi vajtur, mos të them para një viti, ja? Vajtëm të usjelsi, takon një atët, shkuam të deputeti, tham po linim në i takim, po qëlloj që e gjëtëm të zyra. Dhe tham po e presim. Nese, na priti, qalli, keni, i tham o këtu. Linin qik numrat e telefonit aty, tha se do vitë. Morik numrat, po ti më thamë... A ju kërkoj numrin e telefonit që të vinde të takonde? Po se do vitha dhe tu gjitha. Po ti më thamë, e s'kam telefon. I thash unë po e marrë vesh në shokët unë kur të vish. Kur të vi. Serbi, ja?
Se po të Po kisha... shokët e tu i ka atakuar? Po jorja. Ja, po çfarë shok? Doja thirrje të gjithëve sot në këtë ditë, gjithë politikanëve ta ulin egoizmin dhe lakmin e tyre dhe ta afrohen më shumë me njerëzit e thjeshtë. Për t'i ndihmuar të gjithë ata që kanë halle, për t'u gjendur më afër atyre që kanë halle, për t'u zgjidhur problemet atyre që kanë halle dhe shqetësime që s'kan një përkraje, dhe ky është mesazhi që doja t'i jepja sot në këtë ditë si politikan. Janë disa punë të mira që janë bërë në Selenice dhe unë do të përgëzoj në til. Fakt fushata Shehimja, po ti mua ma bën më të lehtë me punën që bën dhe më krijon besimin që unë ty nuk të mbështeta kot. Unë kam dhënë një shembull që përballova zonën sepse kuptova kërkesat e njerëzve dhe gjeta zgjidhjen. E njëjë pengohet se ata kalojnë aty të fusha, të rruga. Edhe atë njëjë pengohet. I ki thuj kryetarit e bashkisë, të ja ku janë, këtu, edhe vitëm të pyes mua njerë. Po e di rrugë në i pëtarë tu. Po e di, ose një punojnës. Nuk e di asë një rrugë, fare. Pra rrezik e mbajnë mend italianët që ju Nuk e di pushtuan. rrugën, të gjo mua Dhe to se din njerë, datave. të gjoj, ai një rrugën e pengohës një asfaltin që vetën Selenic. Këtë ai lokali atje, pina kafella, fose me atje dhe ikin. Ata kanë asfalt, ata kanë ujë, ata kanë gjitha. Ne kemi këtu. Dhe një punojnë si bashkisë, pyet e i thoi kur pengova, po e di, hajde të bështy mua. Pas atij emisioni. Fare. Pas atij emisioni me Ne ato di do deklarata burru për ne. prekse që dhanë ato gratë, që nuk i harroj ato deklaratat prekse të atyre grave, nënave që i kisha në emision. Vërtet nuk ka reaguar fare bashkia, serdi kush të Unë them, pyet njëri nga ata i thoi, hajde qom që i pengos ose dhe rrugën. Hajde se di vrojt. I ki thuj një. I ko thuj. Po e përkar njerë. Asë më ti me zvjen, se të thashe njerë, ka stacionin poshtë, blidhen dhe bufeja dhe kush janë atje, vendosin ata. Ata s'dona si gjë. Ata poshtë. Asë rrugë, asë ujë. I kanë kush. Në vënd. Të familje këto të 150 votojnë këtu. Në këtë vënd. Nuk e kanë... Pra nuk e kanë ndryshu pasha Jo, politik. fare, absolutisht. Varrëzat vinë këtu. Vjen ullita, ja ku. Varrëzat vinë këtu. Për tokat vinë këtu. Tashi nuk i mbledh dot ku janë ata në Vlorë, në Fiere, ku kanë vajtur me punë të tyre, në halli kanë vajtur, jo sara e mira. Si ku i mbledh dot vinë këtu, si gjithë. Këtu do të mendoj bashkia apo kush është, apo qeveria. Të mos shikoj se sa jetoj unë është këtu 10 veta. Ja kuptoj. Pra ti po Po të thua vetë shikoj mirë se kush janë këtu. Okej. Të hap atë listën, të hap. E qartë. Tani, fshati juaj s'ka rrugë fare, po fare. Po fare. Ndërkohë fshatrat e tjerë po u bëhet rruga. Kemi dy realitete në të njëjtën kohë. Si u vendos që rruga të bëhet në një fshat tjetër, nuk po them se unë kam qenë dhe në fshatra tjerë dhe shumë mirë që po e bën rrugën. Por kur bëhet rruga atje, pse këtu nuk solli një kamion zhadhor? Jo vetëm rrugë, po edhe me neon po bëjmë, me ndryqim. Problemi im është që unë nuk kam vetëm Karbonarin, edhe rrugën e Vllajnës së Poçemit. Unë kam gjithë zonën. Fal asaj që ka parashikuar bashkia dhe njëherë ka marrë iniciativë goxha mbi shpatullat të rënd për të filluar rrugën e Smokthinës. Dhe kryetari i bashkisë ka planifikuar në buxhetin e këtij viti gati 1.2 milion euro për të filluar atë asfaltim. Është një guxim i madh, të cilin unë mendoj që do ta mbështesim më mbrapa me fondet e qeverisë, do jem deputeti i zonës që do kërkoj që ajo rrugë të shkojë drejt përfundimit. Erion është emisioni hapur ty. Është emisioni hapur për të thënë atë që do. Fol, hapur, troç. Këtu vlla nuk kemi njerëz të mëdhenj në qeveri, as bashkisë kemi. As vëllajshtë dhe as të ko. Dhe pos patë njerëz diku atje, tu nuk ka, ikin me krah vlla. Ikin po kush ka ty krah, ikin vazhdon. Atje vazhdon, rruga në Velç vazhdon sepse ata Velç ose Smokthyna kanë njerëz Tiranë, kanë njerëz bashkë. Protestuan ata. Po mirë kanë njerëz e Ngritën zërin ata. I pam të gjithë se erdhën në Tiranë, erdhën atje. Po. Në rregull, edhe kishin njerëz në Tiranë. Diku ai që ka qenë brenda ka thënë, "Futu kështu që ta bëjun këtu ne." Ne nuk kemi nga këto. Po ju dhe ju shumë Po shtëpi s'kemi keni ne. qenë. Nuk kemi as antar këshillit. Edhe antar këshillit s'kemi. E jo më tjetër, kështu që. Po keni mall shumë.
Prodhim keni shumë. Linje. Ka thot ti. Ka pa mbari. Në vjetë kur lyjnë ti të shikon. Nuk këtu është vetëm të mira. Edhe ne flasim kot. Ta thamë që pari unë Mos e thuaj se do të vijë dhe të them që shiko se doli fjala ime. E merr për juve që na respektoni, pra u respektojmë neve, që erdhëm se nuk vini. Ç'është flasim kot. Është pa vlerë.